Ja dhe njerë ku jemi sot në podcastin e lirisë okult të nderuar shikues dhe do të flasim për një temë aktuale ndërkombëtare. Jemi në okult, në gjeokult, quhet rubrika jonë. Do të flasim për një ngjarje të pazakonshme, por shumë të rëndësishme që shënon fillimin e një historie të re. Nuk dihet sa mund të zgjatë, por dihet që ajo sapo ka filluar. Është fjala për vendosjen ose pozicionin e ri të Izraelit në raport me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në zonën e Lindjes së Mesme, e cila është një zonë shumë strategjike për Shtetet e Bashkuara për shkak të blerjes së karburanteve që janë me shumicë në këtë territor, një nga territoret ku shitet një sasi e madhe në raport me gjithë shitjet ndërkombëtare të karburanteve në botë. Dihet që Trump erdhi në pushtet midis tjerash duke bërë propagandë që nuk do të mbështeste agendat jeshile, të cilat kërkojnë rallimin e energjisë nga fosilet, pra nga nafta, nga karburantet, dhe përdorimin e llojeve të tjera të energjisë, qoftë energjisë për ngrohje apo për industri, qoftë dhe për energjinë e mjeteve të transportit, ku synohej që mjetet e transportit lëviznin me energji të pastër ose energji elektrike me bateri elektrike, dhe këta kishin marrë angazhime që deri në një periudhë saktuar në vitin 2034 Britania, në mos gaboj, të ishte të gjitha makinat me karburante. Agenda e shile, ju kemi thënë, ose gjelbër, është një mashtrim i madh, një gënjeshtër, dhe gjysmënimi është të ulin fuqinë energjetike të botës për të bërë depopullimin. Sepse në qoftë se rallohen ushqimet dhe rallohet dhe energjia e cila potencon rritjen e ekonomisë, dhe rritja e ekonomisë sjell të ardhurat më të mëdha krijojnë familje me më shumë fëmijë, sigurisht për shkak të mirëqenies. Ku ka mirëqenie, ka bollek edhe me fëmijë. Ku s'ka mirëqenie, aty njerëzit mendojnë para se të bëjnë shumë fëmijë, sepse nuk kanë mundësi që t'i rritin në kushte normale. Pra, Trumpi tha njëkohësisht që ne do të jemi vendi që mund të nxjerrim më shumë se çdo vend tjetër karburant në botë, por njëkohësisht ai nuk mund të linte jashtë vëmendjes politikat energjetike të Shteteve të Bashkuara me lindjen e mesme. Lindjen e mesme Trump e shikon si një mundësi të madhe për të rritur të ardhurat kombëtare të Shteteve të Bashkuara, për të shlyer borxhin publik prej 36 trilion dollarësh, që është gati 110 apo 115% e GDP-së së Shteteve të Bashkuara vjetore. Duhet thënë që Shqipëria ka rreth 55%, është një nga meritat e qeverisë Rama, i cili e uli nga 72 apo 73, por në fakt mund të ketë qenë 80% në kohën kur e mori kryeministri Rama qeverinë, dhe sot është 55%, rreth 55% është një sukses. Duhet thënë që i financiari i qeverisë Rama, dhe ka ndoshta merit dhe Arben Ametaj për këtë. Nuk e dim trendin sa do të jetë në gjendje të mbajë Partia Socialiste, por duke rikthyer ke çështja jonë, Trump kërkon të bëjë një monedhë tjetër që quhet ZRB, dhe kërkon të nxjerrë nga funksioni dollarin dhe Fedin. Ju kujtohet ndoshta që unë shpeshherë në daljet e mia kam thënë që Trump do të duket që nuk është i përfshirë ose i zgjedhur i ka balës në atë pushtet, nuk bën lojë, në qoftë se do realizoj dy gjëra kryesore. Nuk do t'i realizoj këto dy gjëra kryesore, ai është pjesë e tyre, dhe thash që në lidhje me çështjen e palestinezëve të Gazës dhe në përgjithësi me politikat në lindjen e mesme me myslimanët, ai nuk do të
ndjek interesat e Amerikës për ato të Izraelit, atëre unë dyshoja këtë Trumpi. Thesha, ky është një nga kushtet që unë të filloj të mendoj që Trump është ashtu si që njohin shumica e njerëzve. Pra, mendon për MAGA-n, për Make America Great Again, pra për ta bërë Amerikën të madhe përsëri. Në Kongresin Amerikan dhe në Senatin Amerikan ka një shumicë të madhe kongresmenësh dhe senatorësh të cilët kanë dy pasaporta. Kanë pasaportën sioniste të Izraelit dhe pasaportën e Shtetet e Bashkuara si qytetar të Shtetet e Bashkuara, dhe sigurisht Trump ka thënë që kjo më shqetëson dhe unë dua që kjo të paktën nga ana e republikanëve të mos ndodhë në periudhën që unë do të kem fuqi për të diktuar në përzgjedhjen e njerëzve në votimet e ardhshme gjatë këtyre 4 viteve. Presidenti Trump, siç e dim, bëri një vizitë në 3 kryeqytete të Qirit Persik, duke filluar nga Riadi në Arabinë Saudite, dhe mëtej pasaj ai do t'i shikojmë të ilustruar edhe me art. Gjithë kabineti i Netanyahu gjatë këtij muaji kur Trumpi, siç do t'i theksoj më vonë, ka negociuar me Iranin për të arritur një traktat paqe, gjatë kohës kur ka negociuar me Huthit që ata mos sulmojnë në Bahrein, që do t'i themi të gjitha me radhë. Të lutem regjia një foto që u kam dhënë të presidentit Trump dhe të Benjamin Netanyahu, ku duket që do të ketë, ja ku keni foto ku të dy janë me kuris me njëri tjetrin gjatë takimit të fundit në fillim të majit, kur Netanyahu vajti në mënyrë të papritur pasi mori vesh që Shtetet e Bashkuara në mënyrë sekrete në përmjet përfaqësuesit të tyre, në përmjet 2 përfaqësuesve në fakt që ka patur presidenti Trump në bisedime me Iranin, kanë qenë të shqetësuar izraelitët që nuk po përfilleshin në këto lloj bisedimesh dhe nuk ishin prioritar. Në fakt, Trump nuk i jep më Tel Avivit as qeverisë së tij aktuale të njëjtën rëndësi që i ka dhënë më përpara gjatë mandatit të parë të paktën 4 vjeçar, por nuk shfaq as ndonjë lloj ngrohtësie normale ndaj Benjamin Netanyahu. Ka shenja të shumta në fakt që tregojnë se kriza midis Washingtonit dhe Tel Avivit nuk është më e heshtur, ndërsa shkaqet rrënjësore mund të rrjedhin nga personaliteti i paqëndrueshëm i Trump, manifestimet e këtij karakteri në fakt prekin çështje jashtëzakonisht kritike për të 2 vendet, që kur Trump njoftoi se Izraeli do t'i nënshtrojë të njëjtave tarifat e larta për eksportet e tij në Shtetet e Bashkuara, marrëdhënia u duk se filloi të merrte një kthesë në rënje dhe, siç e thash, në fillim të prillit, në fund të javës parë, ndoshta të prillit, Netanyahu vizitoi Shtetet e Bashkuara dhe u përpoq që të përdorte diplomacinë e tij dinake për të bindur Trumpin që ta hiqte Izraelin nga lista e tarifave, por në fakt Netanyahu trondit kur Trump në fakt para kamerave të medias njoftoi rifillimin e negociatave me regjimin iranian për të arritur një marrëveshje të re bërthamore gjë të cilën Izraeli e dinte. Netanyahu shfaq dukshëm i shtangur, i paaftë për të reaguar në mënyrë efektive, veçanërisht pasi ai kishte kërcënuar vazhdimisht Iranin se do ta shkatronte për programin e tij bërthamor dhe do ta përmbyste regjimin e tij. Mirë, regjia mund ta hiqni këtë foto. Në fakt, para pak ditësh, pasi Trump bëri vizitat e tij në Gjirin Persik,
ka pasur një deklaratë nga kreu I shtetit iranian që Izraelin duhet ta shfarosim nga arta e lindjes së mesme. Dhe presidenti Benjamin Netanyahu ka kërcënuar përsëri duke u hequr si fiktim dhe duke u paraqitur përpara Shtetet Bashkuara dhe presidentit Trump si një njeri, si një lider I ngacmuar që kërkon të akmeret ndaj deklaratave të tilla. Ajo që duhet thënë është fakti se presidenti Trump ka bërë presion ndaj Izraelit që ai të mos vazhdojë më luftën me Hamasin dhe në qoftë se Izraeli do të bënte në mënyrë unilaterale ndonjë gabim që të bënte ndonjë luftë në rajon të krijonte kaos dhe shqetësime në shtetin e ri sirian të ngelur në udhëheqjen e Al-Sharës dhe njëkohësisht të sulmonte Iranin në mënyrë unilaterale për të shkatruar ato bazat reaktorëve të pasurimit të uraniumit në Iran. Shtetet Bashkuara do ta braktisnin dhe nuk do ta furnizonin me armatime, por me çuditshmja është që Merz, kancelari gjerman I sapo zgjedhur, ka deklaruar se do të jetë ai që do ta furnizojë, pra Gjermania që do furnizojë Izraelin në rast të një lufte me vendet fshinj, thellimit dhe vazhdimit të luftës, duke treguar një simbiozë të çuditshme midis gjermanëve dhe gjujshve, të cilët janë dalluar për një luftë të madhe midis njëri tjetrit për supremaci, luftë e cila arriti kulmin e vet gjatë luftës së dytë botërore, kur në Gjermani sundonte Adolf Hitleri. Të lutem një foto tjetër, një artë që I kam dhënë regjisë ta paraqit për treguar ku ka vizituar presidenti Trump cila vendet. Duket në cepin e majt Riadi, ku është Arabia Saudite dhe ai ka shkuar dhe në Katar dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në fakt, Benjamin Netanyahu mendonte se e kontrollonte për shkak të miqësisë tij të ngushtë me Trumpin gjithë shtëpinë e bardhë. Një muaj më parë, kur u thash që ai vajti në shtëpinë e bardhë, Adam Boehler ka qenë I dërguari special I Trumpit për çështjet e pengjeve dhe në biseda me negociatorin e Hamasit, I cili në mos gaboj quhet Khalil Al-Haya, këta biseduan në Doha. Dhe qeveria izraelite në fakt e mësoi që këta po negocionin përmes mediave dhe Netanyahu turbua dhe menjëherë kërkoi të sabotonte çdo shans për sukses të këtyre bisedimeve, duke përshkallëzuar në fakt operacionet ushtarake në terren dhe ku nisi një fushat intensive mediatike që portretizonte Hamasin sikur po bënte lëshime të panevojshme nëse arrijej ndonjë marrëveshje, sepse në fund të fundit ai që do vendoste rregullat e lojës ishte Izraeli. Ka pasur dhe një ngjarje tjetër në fakt që e shqetësoi Izraelin dhe ky ishte njoftimi personali Trumpit për një marrëveshje të arritur me një lëvizje në Yemen e cila kontrollon Yemenin dhe gjithë bombardimin dhe që ka qenë proksi e Iranit në gjirin e Adenit dhe në detin e Kuq, ku goditen vazhdimisht anije të atyre që mbështesin Izraelin dhe në mbrojtje të politikave të arabëve. Personi I zgjedhur nga grupi Ansar Allah I Yemenit udhëhiqej nga Abdul Malik Al-Houthi, që në fakt ndërmjetësimi u bë në Oman.
Marrëveshja kërkonte që t'jepej fund sulmeve intensive ajrore dhe raketore të nisura nga forcat amerikane në mes të marsit, siç e kemi theksuar këtu dhe në emisione të tjera të nderuar shikues, dhe udhëheqësit e grupit Ansar Allah të Yemenit në këmbim të ndalimit sulmeve ndaj anijeve ndërkombëtare dhe forcave detare amerikane dhe perëndimore në detin e Kuq, nuk do të ngacmoheshin dhe në fakt ka patur një shqetësim nga mbrojtja e Izraelit kur një raket balistike e Yemenit arriti dhe goditi aeroportin Ben Gurion të aeroportin qendror të Izraelit. Në këtë marrëveshje, forcat e Ansar Allahut nuk përfshinin ndalimin e sulmeve ndaj Izraelit, i cili nuk ishte ndjeni të përpjekjeve të ndërmjetësimit që po bënte Omani. Problemet në Netanyahu në fakt ju shtua dhe një njoftim në prag të turneut të Trumpit në gjirin persik për suksesin e negociatave të rinovuara mes Washingtonit dhe Hamasit, që këtë herë ju udhëhoqi në fakt i dërguari special i Trumpit në lindjen e mesme Steve Witkoff, në ndryshim nga takimet e niveli më të ullët në drejtimin e Adam Bochler. Gjatë këtyre negociatave u sigurua lirimi një ushtari izraelito-amerikan që kishte në mos gaboj mbi emrin Aleksandr. Dhe ajo që zëmëroj me siguri që ka zëmëruar Netanyahu ishte se familja e Aleksandrit falenderoj publikisht Trumpin për përpjekjet dhe suksesin e tij, duke injoruar Netanyahun dhe qeverinë e tij. Marrëveshja në fakt siguroi jo vetëm lirimin e ushtarit izraelito-amerikan, këtij Aleksandrit, por e zëmëroi më tej Netanyahun, i cili duhet t'i bindej kërkesës amerikane për të ndaluar operacionet e forcave të tij në Gaza për disa orë në mënyrë që të lejojë kthimi i ushtarit izraelito-amerikan. Në fakt ka pasur edhe protesta të tjera të familjarëve që ende mbahen peng nga forcat e Hamasit kundër qeverisë Netanyahu, të cilin e kanë akuzuar se po injoron fatin e tyre, duke i dënuar ata me vdekje me bombardimet e tij të fuqishme në mënyrë që të qëndrojë vetë në pushtet dhe të mbajë në qetësi këta domethënë politikanë të ekstremistë ose mbështetësit të ekstremistë të partisë së tij dhe brenda koalicionit të tij qeverisësh, sepse dihet që Netanyahu qeveris me një koalicion dhe Netanyahu kishte deklaruar se qëllimi kryesor i luftës në Gaza ishte ripushtimi i territorit dhe zhdukja e plotë e Hamasit me çështjen e të burgosurve që ky nuk e kishte fare në përparësi. Edhe përgatitjet në fakt për turneun e Trumpit ishin irrituese për Netanyahun dhe ekipin e tij. Trumpi refuzoi ta përfshinte Tel Avivin si ndales në turneun e tij, gjë që s'ka bërë ndonjëherë vaki, që gjithmonë president amerikan këtë shekull kur kanë shkuar në lindjen e mesme, sigurisht një vend të posaçëm dhe të parin vend gjatë udhëtimit tyre kanë pasur Tel Avivin. Sipas disa raporteve të medias, Trump ka thirrur ministrin e çështjeve strategjike të Izraelit, që ka qenë edhe ambasador i Shtetet Bashkuara në Izrael për 8 vjet dhe ky është demokrati Dermer, është qytetar izraelito-amerikan dhe praktikisht është banon në Washington, dhe Trumpi i kërkoi atij pas një dyshim se nuk do të toleronte asnjë ndryrje izraelite në turneun e tij në gjirin persik dhe se Netanyahu i tha Trumpit duhet të ndaloj përpjekjet e tij të fuqishme dhe të fsheta për ta manipuluar këtë vizitë. Gjithashtu, Trumpi
është shumë i mërzitur veçanërisht nga anëtarët e Kongresit të Shtetet Bashkuara që janë të lidhur me Kongresin Botëror që fut me qendër në Shtetet Bashkuara, që ka akronimin AIPAC, por dhe me lobe të tjera pro-izraelite për të influencuar përpjekjet e Trumpit për të ndryshuar politikat 180 gradë, politikat e tij në lindjen e mesme të Shtëpisë Bardhë dhe presidentit të Shtetet Bashkuara. Trumpi sigurisht që ne dim të gjithë që atë që përçmon më shumë është ai që përpiqet ta kontrollojë atë dhe vendimet e tij. Ne shikojmë edhe dhëndrin e vet se si e flaku nga këshilltarët pasi ka pasur përpjekje të tij për ta orientuar Trumpin në politika pro-sioniste dhe pro-izraelite dhe kundër parullës së madhe të Trumpit, MAGA ose Make America Great Again, ta bëjmë përsëri Amerikën e madhe. Ka pasur disa gazeta që kemi lexuar dhe faqe interneti lajmesh që kanë cituar burime nga Shtëpia e Bardhë dhe thonë se Trump ka qenë në fakt i mërzitur me manovrat e Netanyahut. Këto faqe gazetash kanë thënë se ka pasur një arsye të tillë shkarkimi i këshilltarit sigurisë kombëtare, ne dim Mike Waltzin, të cilin Trumpi e hoqi si këshilltar të vet dhe e degdisi në Kombet e Bashkuara si përfaqësues dhe ambasador Shteteve të Bashkuara, pasi akuzoi që gjatë vizitës së Netanyahut kishte dhënë materiale sekrete të Shtëpisë Bardhë në favor të sionistave, gjë të cilën Tel Avivi e mohoi sapo këto pretendime filluan të dilnin nga Shtetet e Bashkuara. Pra, si të themi, në këtë sfond që është krijuar, Trumpi përqafoi plotësisht pritjen bujare saudite që mori në Riyadh dhe në Diriyah, duke ngritur shqetësime, duke promovuar në fakt entuziazmin e marrëdhënieve të pashembullta mes Shtetet Bashkuara dhe vendeve të Gjirit që ai vizitoi. Marrëveshjet dhe memorandumet e mirëkuptimit kanë mbuluar në fakt gjitha fushat e bisedime duke përfshirë armatimin e përparuar dhe strategjik për forcat saudite rreth 250 apo 300 miliard dollar në fakt që do t'i shesin kompanitë amerikane Arabisë Saudite, gjithashtu ai që drejton shtetin arab sot, domethënë Arabinë Saudite, ka deklaruar se Mohammed bin Salman ka deklaruar se do të bëjë një investim prej 600 miliard dollarësh nga financat e Arabisë Saudite në ekonominë amerikane. Pra do imputohen rreth 1 miliard dollar vetëm nga Arabia Saudite me këto veprime. Marrëveshjet dhe memorandumet kishin lidhje me investimet amerikane në sektor të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale dhe dhënien e një programi bërthamor paqësor për Arabinë Saudite, pra për ekonominë civile, por këto të gjitha nuk i lidhim me hapat e normalizimit ose të një këndvështrimi të ri të Arabisë Saudite ndaj Izraelit. Një parakusht për të cilin ish presidenti Biden ka këmbgulur vazhdimisht në çdo bisedë që kushtëzonte për përmirësimin e marrëdhënieve me arabët. Trump gjithashtu ka theksuar rolin qendror të Arabisë Saudite në të ardhmen e rajonit dhe ka reafirmuar të drejtën e palestinezëve që kjo është një gjë, një zhvillim i ri për një të ardhme më të mirë. Kjo vetëm e ka thelluar zhgënjimin e Netanyahut dhe sionistëve pasi ai më parë ishte mburur praritjet e tij diplomatike përmes marrëveshjeve të Abrahamit gjatë mandatit të parë të Trumpit, duke premtuar një lindje të mesme të re të udhëhequr nga Izraeli, kur Izraeli në Shtëpinë e Bardhë firmosin vitin 2020, vitin e fundit largimit të Trumpit, në këto që quhen marrëveshjet e Abrahamit,
nënshkroi marrëveshje miqësore me disa nga vendet e Gjirit. Këto veprime në fakt ja hoqën Netanyahu autoritetin e supozuar për të diktuar dinamikën e brendshme të vendeve të ndryshme myslimane të Gjirit, por mbi të gjitha dhe të Sirisë, pasi risia tjetër që ka bërë presidenti Trump është takimi i presidentit të ri Siris Ahmet al-Shara, i cili ishte i dënuar nga Shtetet e Bashkuara si terrorist dhe për vrasjen e cilit, eliminimin e cilit Shtetet e Bashkuara jepnin $100 milion. Al-Shara në fakt u takua në prani të princit të kurorës saudite dhe Trump e lavdëroi atë si një udhëheqës i fortë dhe i aftë që mund të ofronte një të ardhme më të mirë për të gjithë sirianët. Pra, Trump me këtë lëvizje ja hoqi Netanyahut autoritetin për të diktuar dinamikën e brendshme të Sirisë dhe mbi të gjitha ai, presidenti Trump, ngriti nevojën e bashkëpunimit të Sirisë me Turqinë, duke e konsideruar Turqinë si një fuqi e madhe, jo rajonale, por dhe botërore. Trump nuk e shihte me rajonin arab vetëm pas tyre vizitave, përmes këndvështrimit izraelit, por çdo ndryshim rajonal tani do të merrte në konsiderat interesat arabe, të paktën nga perspektiva saudite dhe në bashkëpunim me Turqinë si një vend musliman, siç deklaroi Trump. Parashikimi i së ardhmes në fakt është i vështirë kur ke të bësh me një figurë të ndryshueshme si Trump. Megjithatë, unë mendoj që Trump ka një agjendë në këto lëvizje që është agjenda e caktuar nga mbi 300 kompanitë të cilat ai ka pasur në artimin e të gjithë programit të ekonomik në ato umbrellën që quhet Heritage Foundation, i cili është një fondacion që ka ndihmuar dhe i ka bërë programin pasi ka ardhur në pushtet edhe presidentit Reagan në fillim të viteve 80. Ndryshimet në qasjen e Trumpit nga mandati i parë tregojnë se ai po qëndron në një terren tjetër, siç thash, të ofruar nga Heritage Foundation. Ju lutem, regjia, mund ta hiqni foton, dhe parësore për Trumpin duken se janë interesat ekonomike që diktojnë detajet në të cilat Izraeli për herë të parë ka ndryshuar pozicionin e vet në raport me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, i cili e pozicionon Izraelin jo me si një lojtar i preferuar, të paktën gjatë presidencës që do të jetë në krye Shtetet e Bashkuara presidenti Trump. Ka të ngjarë që elitat izraelite së shpejti do të duhen të zgjedhin midis Netanyahut dhe politikave të sionizmit në rajonin e lindjes së mesme dhe presidentit Trump dhe politikave të tij të reja të detantës me vendet arabe. Pra, po krijohet një pazar i ri geopolitik në lindjen e mesme. Fuqitë e mëdha po ndryshojnë orientimet e tyre. Shtetet e Bashkuara po pozicionohen në mënyrë pragmatike për të përfituar sa më shumë nga marrëdhëniet ekonomike me botën arabe. Kina, e cila po i ikën një shtet me fuqi të madhe si Arabia Saudite dhe vendet e tjera të Gjirit, por sidomos Arabia Saudite, e cila në periudhën e Bidenit kishte filluar të lëvizte drejt BRICS-it, Trumpi me këtë lëvizje e largovi dhe me marrëveshje e paqes që mund të bëjë me Iranin, i cili ka 90% të realizimit programit vet bërthamor, deri në këto momente ndaj po shtyn negociatat me Shtetet e Bashkuara, të cilat nuk duan ta lejojnë që Irani të bëhet një fuqi bërthamore. Trumpi në shkëmbim të dorëzimit të arsenalit për përgatitjen
e materialit përthamor nga ana e Iranit, i propozon Iranit marrëdhënie të ngushta ekonomike, nxjerrjen nga niveli aktual ku Irani s'ka para dhe ka financa të dobta, dhe një GDP për kokë shumë të ullët dhe një GDP totale shumë të ullët në raport me numrin e popullsisë të banorëve që ka dhe të territorit Irani, ka ndoshta 140 miliard dollar GDP-n, ose 170, nuk më kujtohet mirë, dhe ka rreth 80 milion banor, që është një numër shumë i madh. Shqipëria ka me 3 milion banor, që jemi një vend i pazhvilluar, kemi 24-25 miliard dollar, pra i bie rreth 6 herë më pak, kur popullsia që duhet kishte Irani duhet të ishte në raport me ne rreth 20 milion banor dhe jo 70 milion. Pra tregon që në raport dhe me Shqipërinë, që është një vend relativisht i pazhvilluar, Irani është shumë prapa, por Shtetet e Bashkuara i premtojnë Iranit që do të heqin embargon dhe do të lejojnë atë që të ndjek politika tregtare për të shitur sidomos naftën dhe për të fuqizuar ekonominë e vet, duke patur dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, pra duke dalë kundër opsionit të kaershëm të Netanyahut për të sulmuar dhe shkatruar Iranin dhe bazat e veta të pasurimit të uraniumit. Pra kemi hyrë në epokën e tregtisë, e interesave tregtare në gjeopolitik, kemi hyrë në një moment ku qipat shkëmbehen me fuqi nafte dhe inteligjenca artificiale është ajo që quhet monedha e re e energjisë që afrojnë Shtetet e Bashkuara. Pra, Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një risi në modelin e vet të marrëdhënieve me vendet e tjera, sidomos në këtë territor ku termë dje yll polar kanë patur Izraelin. Presidenti Trump ka shkuar në Arabi për të shkëmbyer gjysmë përqusit e përparuar Amerikanë dhe teknologjinë e inteligjencës artificiale me naftë dhe gaz të lirë. Ka pasur reagime globale që tregojnë rreziqet. Rusia po bashkon politikat e veta energjetike me Indin, pasi është refuzuar nga idiotët e Evropës, të cilët ranë politikat e Bidenit, e administratës Biden. Njëkohësisht është bashkuar ekonomia ruse me disa autostrada dhe me një rritje të madhe të bashkëpunimit energjetik dhe të gjithë ekonomisë, dhe me Kinën, pra këto 3 vendet të BRICS-it, të cilat i cimenton Rusia, megjithëse ka konflikte midis Kinës dhe Indisë dhe rivalitet. Kina nga ana e saj ka përshpejtuar investimet në Afrikë për të rrëmbyer aty mineralet e ralla. Arabia Saudite në fakt u shkëput nga BRICS-i pas saj vizite të Trumpit për një qasje në teknologjinë e përparuar amerikane në vend që të forconte lidhjet me Kinën dhe me Rusinë. Evropa, ku është Evropa? Evropa është në Tiranë me Edi Ramën, me Vučićin, me Erdoğanin. Po shohim që ka një transformim të madh strukturor, jo vetëm në mënyrën se si lëvizin mallrat. Pra, nafta nuk është më shtylla e vetme e pushtetit, por shtylla tjetër ndoshta më e fuqishme është teknologjia, sidomos inteligjenca artificiale dhe qipat për të cilat lider është ajo që në Shtetet e Bashkuara dhe në ndomë kudo në botë quhet Silicon Valley. Mirë, mendoj që ta mbyllim këtu bisedën për sot, e cila është një aktualitet në gjeopolitik, dhe para se t'ju them
miropafshim, dua t'ju kujtoj të gjithë atyre që janë miqtë e emisionit tonë dhe shikojnë këtë podcast me dashamirësi si një podcast i lirisë në gjuhën shqipe, të bëjnë subscribe për të arritur dhe në fund të muajit objektivin tonë dhe një pas që unë dua të bëj bashkë me ju kundër vetes time që ju do ta kaloni 10.000 subscribera deri në fund të muajit. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim në emisionin e radhës nesër, ku do të jemi me Robert Papën për një intervistë me nga larg me WhatsApp, me qenë se Skype ishte mbyllur. Edhe një natën e mirë dhe miropafshim.